Mbrëmjen e vigjiljes së Krishtlindjeve, Himara nderoi ekselentët e saj që e bëjnë krenar kudo. E mërkura 24 dhjetorit u shndrua në një mbrëmje vlerash dhe frymëzimi, ku 100 nxënës, artistë dhe sportistë u nderuan nga Bashkia Himar për përkushtimin dhe arritjet e tyre. Nën kujdesin e veçantë të kryebashkiakut Vangel Tavo, u organizua një nga aktivitetet më të arrira dhe për herë të parë në këtë bashki që ka potenciale të mëdha dhe intelektuale. Ishte pikërisht hera e parë që salla Neço Muko ishte të imbushur nga nxënës, të rinj e të reja, qytetarë të Himarës dhe autoritetet të larta, mes tyre dhe deputet të Vlorës. Himara nderoi ekselencat e saj. Për kryebashkiakun Vangel Tavo, ky qytet ka vlera dhe njerëzit që e përfaqësojnë atë i kanë bërë krenar të gjithë, kudo ku kanë dhënë aktivitet apo edhe aktualisht japin kontributin e tyre. Figura që janë formuar ndër vite me sakrificë dhe punë, thot kryebashkiaku, ndërsa është ndier mirë teksa ka vlerësuar në këtë ceremoni edhe shumë nxënës të dalluar. Ndryshe nga çdo ditë tjetër, sot kjo sallë është ndëruar në një harë të shpirtit të Himarës. Në këtë mbrëmje janë mbledhur përfaqësuesit më domethënës të çdo njësie të bashkisë sonë. Figura që nuk kanë ardhur rastësisht, por janë formuar ndër vite me përkushtim, sakrificë dhe besim, duke pasqyruar potencialin e vërtet të komunitetit tonë. Ekselencat që nderojmë sot janë dëshpia më e qartë se Himara nuk është vetëm pasqyrim i detit, i diellit, i kalave apo i historisë, por edhe një vend që formon qytetar që me punën dhe përkushtimin, vlerat që mbajnë gjallë dinjitetin dhe identitetin e saj, përtej çdo bukurie natyrore që syri mund të sodisë. Do të nderojmë 2 grupe polifonike, sepse në harmoninë e zërave të tyre jeton memoria jonë kolektive. Grupi karakteristik polifonik i Himarës dhe asambli folklorik Bejk e Bardh i Pilurit. Kur ata këndojnë, Himara flet me zërin e brezave dhe historia refuzon të heshtë. Po ashtu, do të nderojmë nxënësit ekselent të shkollave tona, talentet në art, në sport, si dhe ekipin e volejbollit për femra të gjimnazit Spiro Gjiknuri. Ata dëshmojnë se përkushtimi, disiplina dhe besimi i ndërsjellët janë vlera që japin fitore jo vetëm në skenë apo në fushë, por në vetë jetën e komunitetit tonë. Kryetari i Këshillit të Qarkut Ervis Moçka përgëzoi kryetarin e Bashkisë Himarës Vangel Tavo për këtë super aktivitet të organizuar. Moçka tha se asnjëherë nuk e kishte parë këtë sallë këtu në Himar kaq të mbushur. Mirëmbrëma të gjithëve. Është nder dhe kënaqësi të jem sot këtu. Nuk është herë e parë për mua dhe i nderuar kryetar, ne zakonisht nuk e përgëzojmë njëri tjetrin, por me lejo që sot ju përgëzoj juve dhe gjithë stafit tuaj për këtë organizim të shkëlqyer. E them sepse kam qenë shumë herë në këtë sallë, puna më ka lidhur shumë herë, kam qenë për betimin tuaj, për betimin të kryetarëve të tjerë, për konstituime këshillash bashkiak, për debate politik, por emocionet që më ka dhënë sot, gëzimin, se kam parë ndonjëherë këtë sallë të mbushur kështu, të ndriçuar kështu dhe të gëzuar kështu. Faleminderit që ma dhe mundësinë të jem sot pranë jush. Edhe deputetet e Vlorës Eriona Ismaili dhe Briseta Çakëri kanë përgëzuar kryetarin e Bashkisë Himarës Vangel Tavo për këtë super aktivitet. Në fakt, në aq vite sa unë kam punuar me Bashkinë Himar, për herën tepër jam ndjerë si pjesë e familjes suaj të madhe këtu. Ka qenë me të vërtet një punë fantastike që kemi bërë së bashku dhe ndihem shumë mirë kur shoh se edhe më cilësisht edhe me standarde më të larta vazhdojnë të njëjtat punët të tjera nën kujdesin e veçantë të bashkisë dhe kryetarit të bashkisë, zotit Vangel Tavo. Mua më vjen shumë mirë që jam sot në një mbrëmje të tillë ku vëmendja është e gjitha e përqendruar tek ekselenca. Kjo vërteton edhe njerëz se Himara nuk është vetëm bukuri natyrore, nuk është vetëm turizëm, nuk është vetëm çfarë secili nga institucionet bën apo çfarë Zoti na ka dhuruar, por është edhe një punë e vazhdueshme e secilës familje, si një bërtham shumë e rëndësishme e shoqërisë dhe gjithë të rinjve talenteve të shkëlqyeshëm sot këtu. Është hera e parë që unë vi në Himar me një detyrë në fakt, por unë më qenë gjithmonë pjesë e Himarës. Do mërzitën pak vlonjatët, por do ta them, unë e kam kaluar gjithë fëmirinë time, gjithë verën, gjithmonë në Himar. Dhe Himara ka një vend të veçantë në zemrën time.
Jam shumë krenare të jem sot këtu dhe shumë e nderuar nga ana tjetër të jem dhe të prezantoj nxënësit ekselent. Ju jeni ardhmja e vendit, mos ndaloni kur së ndëruari dhe së luftuari. Qelli është kufiri, gëzuar festa dhe gëzuar familjar. Himara nderoi kështu njerëzit që frymëzojnë, ata që kanë përfaqësuar denjësisht, si kundër janë nxënësit ekselent, por edhe artistët e sportistët që kanë ngritur lart emrin e Himarës.